Përshëndetje miq, jemi këtu me një video të dedikuar Champions League-s. Champions League e cila hapet ditën e sotme me ndeshjen e parë në orën 18:45 ajo midis Barcelonës dhe Benficës. Ndeshjet e dyta, ndeshjet e kthimit të Champions League-t, të cilat presin të kemi surpriza. Në këtë video do bëj parashikimin e rezultatit eksakt. Përpara se të vazhdosh me videon, do këshillosh të bësh të follow faqen, të lëni komentin tuaj dhe ta shpërndarshit sa më shumë. Objektivi është të arrim paktën 200 follow brenda datës 20 mars. Vetëm share. Parashikimi pa Barcelona Benfica, Barcelona e cila fitoi me vështirësi ndeshjen e parë dhe pse me 10 lojtar. Ditën e sotme 3-1 rezultati eksakt për Barcelonën. Ndeshja e dytë ajo midis Interit dhe Feyenoordit, Interi i cili luar në shtëpi, një fitore binc në ndeshjen e parë 2-0, fiton përsëri. Rezultati eksakt 3-0. Një nga ndeshjet më kryesore, ose lëm për fund këtë, e cila është Liverpooli me Parisin, po e lëm në fund të ndeshje, Leverkusen me Bayern Monaco i cili do mendojnë ndeshjen e parë 3-0, fiton përsëri 2-1 rezultati eksakt. Një nga ndeshjet e cila pa një dominim total të Paris Saint-Germainit, por siç është futbolli, një aksion, një gol nga ana e Liverpoolit dhe fiton ndeshjen e parë. Besoj ditën e sotme në stadiumin e saj, në Anfield Road, Liverpool 2, Paris Saint-Germain 2. Komentoni rezultatet e juaja.